Faleminderit shumë kryetare. Një moment reflektimi për këtë aktivistat që janë, që nëse keni një kauz që dëni me tregu të vërtetën, LDK-ja edhe ju voton edhe ju jep rastin me punë në parlament. Faleminderit shumë fituesve gjithmonë bashkëpartiakëve. Energjia. E para për energji këtë që ka dime që është rrit importi në përmasa të paparashikueshme më herët. Kjo ka ndodhur edhe pse prodhimi është ra, po kohëve të fundit është ra edhe thëngjilli. Në këtë skemë që cilin unë e kom potencu edhe më herët, kërkesa për blerje është gjithmonë më shumë, edhe tashmove që kemi te kalu 1 miliard euro. Tash, unë po du me izbulu anën tjetër të asaj çfarë thuhet që çmimi i importit është rrit për pandemisë, po kohëve të fundit është u rrit sasia në mas paparashikueshme për shkak të rënjeve të bloqeve dhe mos planifikimit të prodhimit nga Keko. Është e vërtet, unë kam qenë edhe dëshmitare në hetimin për bartjen e energjisë elektrike, po ai hetim është veçmas, edhe nuk e ka fjalën e fundit se çka po ndodh në sektorin e energjisë elektrike. Gjithashtu është mirë me ju tregu që energjia elektrike këtë vit është shty, po nuk do të thotë që nuk rritet. Edhe këtë vit, edhe vitin e kalum, nuk kemi pas asnjë lloj shkaku e që me pagu rritjen e energjisë elektrike. Ka qenë keq menaxhimi i sektorit komplet sektorit elektroenergjetik, duke filluar nga prodhimi e deri te inkriminimi i zërëjës. Zyra rregullatorit për energji, që tash thuhet në anën zyrtare se i përgjigjet kuvendit, nuk më përgjigjet në pyetjen më të thjeshtë për mafinë energjetike. Jo që janë të kapt, po ky pushtet e ka glabëru komplet sektorin e energjisë elektrike. Për me potencu, për me tregu për më shumë për këtë, ku mund të jetë një sektor i pavarur, ku në zyret ku flitet edhe për ku bëhet edhe tregtia e energjisë elektrike, ku është edhe bilanci, është edhe vetë vllau i kryeministrit, në të njëjtën zyre. Kjo specialist për çështje ekonomike, le të mos merremi me këto fjalë tjera, ku vetë kryeministri e ka vllaun. Kjo mogje e madhe, e parës madhe, e hajnies është mirë menaxhu edhe me familjar tjerë në termocentrale nga familjar të deputetit të saktum të lëvizjes vetëvendosje. Po ashtu, Keko është e vërtet që nuk importon energji elektrike, mirë po eksporton. Në vitin 2024 është eksportu 150 milion euro energji elektrike, dhe sa ne na është thonë që kemi importuar, vetëm ta përfundoj, që kemi importuar energji elektrike shumë edhe na dohet me pagu. Për sot, Prokuroria, gjithashtu, Prokuroria Speciale, ka pas ekspert të antikorupcionit si kryetar bordi edhe antar bordi në Korporatën Energjetike të Kosovës. Pra, duke nisur nga vetë Prokuroria Speciale, është mirë të mirë ndahet kjo punë kur të nis një hetim. Për ndryshe, një sektor i energjisë elektrike që ka familjar pushteti, që ka pas në kohë caktuar viti 2022-2023, antar të Prokurorisë Speciale, pavarësisht se është ekspert i antikorupcionit, atëherë është mirë të mberet një hetim i pavarur plotësisht që është i shkapur edhe nga pushteti, që është i shkapur edhe nga ndikimi i mundshëm i prokurorisë, që unë s'po them që është mirë, po ka qenë antar, edhe kryetar bordi në Korporatën Energjetike të Kosovës. Pra, në rast se kemi të bëjmë me një hetim duhet të jetë plotësisht i pamvarur, sepse zërëja ka qenë pjesë e këtij skenari ku tërkohën kemi vazhduar me import. Gjithashtu ka prova faktike, pa kontestueshme, që janë bërë, ka pas dallim të pagesave që janë bërë për import të energjisë elektrike apo shitje të energjisë elektrike jashtë kontratave me entitetet caktuara të biznesit. Ky favorizim ka ndodhur në vitet 2021-2022, edhe këtë është mirë Prokuroria Speciale me hetu duke u ndarë plotësisht nga ky hetim e që do të zbarte krejt çka ka ndodhur në sektorin e energjisë elektrike.
Pra, kam shumë pyetje çka po ndodh, pse s'po hetohet, pse s'po ecën, pse s'po ndryshon gjendja. Gjendja nuk ndryshon edhe vitin 2026 për shkak që ka më shumë import energjisë elektrike se sa është planifikuar. Skenari është kësaj. Mendohet se do të importohet më pak, në fund të raportit thuhet nga rënjet e paplanifikueshme kemi importuar më shumë, vendoset tek një tarifa dhe ky vazhdon ky cirk i këtij sektori deri për vitin e 6 tani. Sa i përket kontratës me KEC, ka qenë para me që 300 milion të bëhen investime, kur afër 100 miliona shkojnë vetëm humbje. Pra nëse do të ishte mirë mbajtur, nëse do ishte menaxhuar kontrata e KEC-it si duhet, sot do të uleshin humbjet, edhe do të auditoheshin investimet, por nuk ka qenë kjo ideja e pushtetit se mund të KEC-it lejohet importimi gjithsesi tregtia e madhe e energjisë elektrike. Në këtë seancë, për këtë temë, çka kisha dashur me potencu, është që sektori i energjisë elektrike, njerëzit edhe ekonomia jonë nuk mund të drejtohet nga rranat, broçkollat, edhe lloj fjalie që del për me mbulu se çfarë po ndodh pas dhe çka ka ndodh gjatë tyre viteve. Edhe kjo punë nuk mund të hetohet me zyrën e regulatorit të energjisë për shkak që është palë e inkriminuar në këtë tollovi të energjisë elektrike. Ju faleminderit shumë. Miru takofshim edhe në fjalimin tjetër. Nderuar kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar deputet të Republikës së Kosovës, së pari dua të filloj duke falenderuar zyrën e rregullatorit për energji, KEK-un dhe KESK-un, të cilët janë duke punuar dhe kanë punuar në mënyrë që si vjet të mos kemi rritje të tarifave të energjisë elektrike. E di që disa prej jush e keni mirë pritur një rritje eventuale dhe jeni duke trumbetuar këtë. Mirë po fakti është që zyra e rregullatorit për energji ka propozuar një profilizim të kostove gjatë 2 viteve, duke qenë se si vjet është vit më i vështirë për shkak se bloku B1 është jashtë funksionit për vendosje të filterëve, modernizim të turbinave, investim në kulla ftose dhe investime të tjera të cilat do të arritin dukshëm edhe prodhimin nga termocentrali edhe do të ulin ndotjen. Ndërsa vitin tjetër situata pritet të jetë më e mirë duke qenë se pas investimeve në këtë njësi, por edhe në njësi të tjera të as që do të bëhen si vjet, prodhimi do të jetë më i lartë. Pra, përkundër asaj që është trumbetuar dhe është proklamuar gabimisht se nuk do të ketë rritje si vjet, por do të ketë rritjen e ardhshëm, kjo nuk është e saktë dhe nëse e lexoni raportin e zërrejës, e shihni që profilizimi është bërë sepse do të pritej që si vjet të kishte rritje, ndërsa vitin e tjetër me gjas të kishte ulje dhe regulatori për të ruajtur edhe sigurinë e furnizimit, edhe për të ruajtur përballueshmërinë e tarifave dhe stabilitetin në kohë e ka propozuar këtë profilizim. Gjithashtu, duke qenë se kaq shumë flitet për çmimin e energjisë elektrike, dua ta them edhe një fakt. Çmimi i energjisë elektrike në Kosovë mbetet më i ulti në rajon. Gjatë vitit 2025 ka qenë mesatarisht 8.17 cent për kilovator, ndërsa në Shqipëri ka qenë 11.6 cent, pra 41% më e shtrenjtë, në Maqedoni të Veriut 11.4 cent, pra 40% më e shtrenjtë, e në Serbi 11 cent ose 25% më shtrenjtë. Janë thënë shumë të pavërteta, mirë po unë do të fokusohem më shumë të ato që kanë edhe do shifra, pavarësisht që ato shifra janë të pasakta dhe të pavërteta. Për pjesën tjetër të prallave që i thoni me t'ju thonë të drejtën është shumë vështirë, sepse është e pa mundun dhe e pa logjikshme që ju me dalë edhe me shpik gjana, edhe unë më mundu me i kundër argumentu. Ju lutem qitni në tavolin të argumentet që i keni, qitni faktet që i keni dhe pastaj mund të flasim. Një prej gënjeshtrave më të mëdha që ju thonë gjatë këtyre viteve e gjatë këtyre muajve është ju lutem mos bërtetni. Është kërkush s'po ju tutet. As juve tjere që bërtetni ka një herë. Është thonë një prej
gënjeshtrave që është përsërit mësë shumëti, e që qytetarët fatkeqësisht menojnë që është e vërtet, është shifra për shembull e importit energjisë elektrike që është në 259 milion euro që ka qenë vitin e kaluar. Ju e keni lexuar një grafik të një raporti të institutit GAP, mirë po nuk e keni lexuar edhe fusnotën e cila tregon qartë që të dhënat e energjisë elektrike mund të përmbajnë edhe energjinë elektrike që kalon në Kosovë edhe tranzit. Këtë statistik e bëni këtë gabim ose këtë gënjeshtër e thoni vazhdimisht edhe duke u referuar të dhënave ASK-s paraprakisht, ju lutem mos vërtetni asjo, as të dhënave Asnjë moment ministri Arizanoli nuk ka ndërhyrë në fjalën e deputetëve. I keq citoni besoj me qëllim. Ministre, nëse i pyesni ministre, veç pak lutem. Asnjë moment ministri Arizanoli nuk ka reagu kur kanë folë deputetët e kuvendit. Nëse doni me dëgju, ju lutem prisni që ta përmbyll fjalën. Kaq. Keni me pas mundësi me fol prap. Mos tentoni me pengu fjalën e ministrës dhe as deputetit në anën tjetër kur do që flet dhe kush do që flet. Vazhdoni ministre. Importi në fakt ka qenë 167 milion euro, që është 92 milion euro më pak se sa që është proklamuar. Nuk e keni marrë mundin që të flisni për këtë. Është 1 miliard është importuar gjatë mandatit, në fakt është importuar 621.8 milion gjatë mandatit, që është 38% më pak se ajo që keni proklamuar. Tash apo kthehem pak te importi edhe kapacitetet që po thoni që s'jon shtu edhe te 1 miliard shi. A din çka është shifra e saktë 1 miliard nga ana tjetër? 1 miliard janë investimet e proklamuara me letra në kek që ka ndodhur pas luftës në mandatin ton. 1 miliard euro, zero kapacitetet të shtuara. Me pak më shumë se gjysmën e këtyre investimeve në kek aktualisht është duke u modernizuar termocentrali Kosova B, janë duke u shtuar filterët të cilët e ulin ndotjen, është duke u rritur prodhimi për 40% i kekut dhe janë duke u rehabilituar komplet njësitë e termocentralit Kosova A. Si rezultat i kësaj, Kosova pritet të bëhet neto eksportuese e energjisë elektrike në vitin 2028. Ky është realiteti, apo flasim edhe pak për arsyet e rritjes së importit. Importi po rritet, është rritur vitin e kaluar, për shkak se janë duke u bërë investimet të cilat nuk janë bërë për 40 vite në Kosovën B, përkatësisht për 60 vite në termocentralin Kosova A. Si rezultati të cilave, siguria e furnizimit do të përmirësohet, do të rritet gjatësia e termocentraleve për 20 vjet, dhe kjo bëhet me koston shtesë minimale. Arsyeja pse është zgjedhur kjo rrugë, bazuar në strategjinë e energjisë 2022-2031, ka qenë opsioni më i lirë i cili na mundson që me rritje minimale prej 1 deri në 2 euro për megawatt orë që keku e shet, të mund të mbulohen këto investime. Ndërsa si vjet, do të vazhdojnë investimet në blokun B1, ndërsa vitin e ardhshëm do të vazhdojnë investimet në vendosjen e filterëve. Prap investimet të cilat nuk janë bërë për 40 vite, jo veç për 20 e diçka vite. Prodhimi i kekut, keni thënë shpesh herë, është ullë, me qëllim për me importu. Nëse i shihni shifrat reale, gjatë viteve 2021-2025, prodhimi i kekut ka qenë veç 1% më i ulët krahasuar me 5 vjeçarin paraprak. Mesatarisht ka 5.45 milion megavator, krahasuar me 5.51 milion megavator gjatë 5 vjeçarit të kaluar. Dhe arsyeja pse është kjo, është se gjatë kësaj periudhe, gjatë në vitin 2023 dhe në vitin 2025, ka pasur investime serioze që nuk janë bërë kur më herët. Duke përfshi këtu dilatimin e bojlerëve që ka qenë parakusht për investimin në modernizimin në vendosjen e filterëve nga Bashkimi Evropian dhe në vitin 2025 investimet në blokun B2 në modernizim të turbinës dhe investimet të tjera. Pra me të gjitha këto investime dhe me muaj të tërë që kanë qenë bloqet janë funksionit, jo për arsye tjetër, po me qëllim të rritjes sigurisë furnizimit edhe kryerjes investimeve që s'janë bërë kur më herët, kemi pasur një rritje të përkohshme të importit, por që është e përkohshme e që e ardhmja do të jetë shumë e sigurt për 20 vitet e ardhshme si rrjedhojë e këtyre investimeve që po bëhen tash. U përmend edhe Qymyri.
Sigurisht që për gjatë periudhave kur termocentralet punojnë më pak për shkak të investimeve edhe prodhimi i shymyrit është më i ulët. Mirë po t'ju kujtoj një gjë, sepse sektori i energjisë nuk ka filluar me funksionu në verën e vitit të kaluar, deputete kur ju jeni bërë eksperte. Edhe LDK-ja ka ekzistuar më herët, edhe ka qeverisë më herët, edhe sektori i energjisë ka ekzistuar edhe më herët. A din kur ka qenë rekord i ulët i prodhimit të shymyrit në Kosovë dhe i energjisë elektrike? Ka qenë vitet 2017 dhe 2018, kur jo ndosht mu ndalë termocentralet, me urdhër të KPMM-s është ndalë puna në minjerë, sepse nuk janë bërë shpronësimet me kohë, dhe kjo ka qenë në kohën e qeverisjes së LDK-s. Edhe kjo ka qenë hera e parë dhe vetme që kjo ka ndodhur në histori të Kosovës. Ndërsa aktualisht për deri sa flasim, rezervat në ton janë mbi rezervat në kek janë mbi 500.000 ton që janë në nivele optimale. U përmend edhe liberalizimi i energjisë dhe u aludua se liberalizimi i energjisë është bërë për të përfituar tregtarët. Është një manipulim i madh që është bërë dhe këtu është shfrytzuar në mënyrën më të paskrupullt procesi i liberalizimit, i cili është bërë me ligj në kohën e qeverisjes tuaj, kur ka qenë kryeministër Iso Mustafa i LDK-s, deputete ju keni qenë ministrë dhe keni votuar për këtë ligj, ministri ka qenë i PDK-s Bleran Savileci, edhe kryetari i komisionit dhe shumicën e keni pas ju. Është marrë ai vendim, keni thënë që është jashtëligjshëm, të gjitha instancat. Edhe 1 minutë ju lutem ministrës, vazhdojmë pastaj. Nga gjykata themelore deri në kushtetuese i kanë hedhur poshtë pretendimet tuaja për paligjshmërinë e këtij vendimi i bazuar në ligj të cilin vetë keni votuar dhe vetë keni hartuar. Po thoni që përfitojnë tregtarët, është krejtë kundërta. Është rrit numri i të licencuarve, të furnizuesve të licencuar në 21. Është rritur konkurenca, si rrjedhoi e kësaj në ligjin e ri për energji elektrike, ne kemi paraparë që në të ardhmen FSHU-ja të mos jetë vetëm një kompani që e fiton Kesko me vendim të zërres, por të ketë tender të hapur. Kjo është një ndër gjërat të cilat i kemi paraparë në ligjin për energjinë elektrike dhe në ligjin për energjinë, të cilat ju keni refuzuar t'i trajtoni duke thënë se nuk ka kohë, mirë po në vend të kësaj keni zgjedhur që të na rrezikoni 9 milion euro nga plani i rritjes dhe mos përmbushjen e reformave dhe keni zgjedhur që në vend të kësaj të thirrni. Ministre, do të keni edhe mundësi të tjera. Për replik, zonja Ymeri dhe zoti Tahiri. Dakor, atëherë zonja Ymeri, pastaj zoti Ferhat Shala. Po, s'pe shoh minutazhën. Ministre, është mirë me i pove pak do raporte, jo veç me nejt me do këshilltar që ti, ose me mesazhen ashta që të vinë, urime kryeshef, është mirë pak mu konsultu me raporte që ti ki pe kekut. Ki rënjet prodhimit, oj zoj, këqyri raportet mirë, edhe ajde tani më foltore del. So për, jo veç për prodhim, për, si shpethu, rritjet kapacitet. Dhe për shka i të folë, 37 MW i ke rrit nga 250 MW termocentralit B. Kjo i bje 14%. Për qëta MW i dele dhe thu e kena ashtu kapacitetina, sa për A3. Jeni negociata, jeni të bolafe, kuna mja dhonë këto, tenderin, bile ku t'jepni nuk dini asë shka me bo, si ja keni dhonë TUV Hellas. Veshta kryta, është TUV Hellas, ja keni dhonë i kompanije TUV Nordit greke, për mju kalzu, mu ju konsultu këse shka keni me bo me termocentralin A3. So për LDK, kër o bo importi, kër o kon LDK janë 2016 më pak se 10 feshke pos import energjisë elektrike, kër ke orti, 259 milion ka pos import. Edhe lej ASK-n, se ASK-ja e bën transmisionin e energjisë elektrike, por jam të folë për dogon. Nëse ti thu se puna në dogon nuk jep shifrat e sakta, atëherë komplet bilanci tregtar ka gabim. Pra, konsultu është pak me raportet që i publikoni vetë, full me dogonën, edhe vjen këto dhe më tregën edhe për LDK, se unë jam gjendje edhe për LDK me full,
sidomos për qysh e keni kop sektorin energjisë elektrike, bile kom dyshime që e keni sabotu që nga dita që e keni ardhur në pushtet. Faleminderit.